Po shtetet fqinje për rreth këtë projekte kanë finalizuar ka herë, kanë marrë mostrat e deltarit një lirë, për shembull Serbia ka marrë deltarin një lirë, ka kombinuar me qenë e Kaukazit dhe kanë nxjerrur një sortë të cilën e quajnë Jugosllavenski Planin, dhe të cilën e ka regjistruar në Federatën Kineziike ka herë. Kështu kanë bërë edhe me deltarin një lirë Trubzi, Macedonët, pastaj Bosnjakët, edhe popuj tjerë për rreth deri në Abricioz, është deltari Trobar në Itali, deltari i lirë me Sharë në pjesën e Hungarisë dhe të Bullgarisë, të cilët i kanë marrë nga ne. Dhe ne jemi vonuar në këtë projekt dhe shteti akoma nuk po bën asgjë në këtë drejtim, që është fatkeqësi shumë e madhe. Është fatkeqësi shumë e madhe që shteti nuk e mbështet as projektin, as nuk ndërmerr iniciativë që ta realizojë këtë projekt. Serbia me lahutën. Po doja të shkoja edhe një herë tek Serbia, se ajo ishte shumë interesante, Sokol. Tek pjesa që ata e kanë marrë theti dhe e kanë shartuar me qenin e Kaukazit. Pse marrin Serbia, pse merr Serbia deltarin i lirë? Pra, është një racë e cila tashmë është kaq e rëndësishme dhe apo do që ta përvetsojë që mos tjetë diçka shqiptare mbase. Uli përqindjen. Uli përqindjen. Sepse Serbia ka marrë edhe një pjesë shumë të madhe të trojeve shqiptare, të cilat i mban akoma të okupuara, po jo vetëm Serbia dhe shtetet fqinje. Jo vetëm deltarin, po ata na kanë marrë tokën dhe e kanë bërë të tyrën. Për arsye se ne nuk e kemi bërë atë që duhet ta bëjmë, nuk e kemi mbrojtur sa duhet. Po ta kishim mbrojtur ne me kohë, dhe që kaluarën ka qenë e pamundur, sepse kemi qenë të okupuar dhe ke pas mundësi që ta bësh këtë projekte në Jugosllavi. Deltarët janë ruajtur nga barit, janë ruajtur në zona rurale, nga familjet e caktuara që i kanë dashur si specie. Tash që kemi shtetin, ka mbetet gjë tjetër vetëm se të punojmë në këtë drejtim dhe t'i mbrojmë. Çfarë priti nga shteti, Sokol? Nga shteti pres që ta bëjnë atë që duhet ta bëjnë, që është detyrë e tyre. Detyrë e tyre është që ta marrin në mbrojtje, të japin hapësirat e caktuara, sepse kjo tokë është blerë nga familja ime dhe u është dhënë deltarëve për një periudhë të caktuar kohore prej 30 vjet, dhe është falur. Ndoshta edhe për gjithmonë është falur, që ta mbajnë këta në pronësi. Fatkeqësia është që shteti edhe nuk, përpos që nuk ka mbështet projektin materialisht, s'ka bërë kërgjon në mënyrë institucionale, nuk na ka vizituar akoma një herë, që ta shohin se çka jemi duke punuar. Ju i keni dërguar letrat tuaja, komunikimin tuaj, keni tentuar të jeni në komunikim me ta, ju kanë refuzuar, apo thjesht nuk kanë pasur kurrë një përgjigje? Po, realisht të gjithë e dinë për punën që bëj unë tash e 5 vite. Unë jam figurë publike shumë e njohur në Kosovë. Me veprat e mia artistike përpos profesionale edhe në fushën e trashëgimisë kulturore. Jam themeluesi i Festivalit Lahutës, siç e thash më herët, edhe themeluesi i Shkollës së Lahutës, që janë projekte jashtëzakonisht gjeneroze. Ky festival organizohet me të gjitha shtetet e Ballkanit ku ka shqiptar, domethënë tash e sa vite. Sa emisione, ndoshta ky është emisioni i 50 ose më shumë, të cilin ne realizojmë edhe me televizionit jashtë Kosovës, dhe gjithë e dinë se çka jam duke bërë, por fatkeqësisht nuk po bëjnë atë që duhet. Nuk po e marrin seriozisht dhe çështja e cila realisht është shumë serioze, sepse është një projekt i trashëgimisë kulturore, i strategjisë kombëtare, i cila asnjëherë nuk është imituar nga shteti. Unë të heq kapelen për punën që ti bën, Sokol, se është e jashtëzakonshme, po pyetja lind vetvetiu që gjithë kjo punë kaq e madhe që ti bën tashmë për të shërbyer dhe Kosovës, sa rëndon në xhepin tënd? Pra se bëhet fjalë për 178 qenë deltari i lirë. Është për zbuluar pak edhe ushqyerjen e tyre, sa janë shpenzimet e tua? Është një kosto jashtëzakonisht vështirë përballueshme për individ. Unë jam një individ që funksionoj brenda familjes time me të ardhurat personale. Përpos kostosh materiale, ajo që është shumë vështirë përballueshme është edhe puna dhe koha që unë duhet gjetur që t'jem me ta. Sepse ka njerëz që kanë lekët dhe japin lekët dhe nuk është as pak e vështirë kjo. Sepse unë kam një kosto mujore në 1.500 euro në muaj. 1.500 euro në muaj. Dikush këto, minimalisht ajo. Dikush këto lekë harxhon për çep.
I ka dhe i hargjon, por puna që unë bëj me ta është shumë Sokol, çfarë ushqimi duhet të konsumoj një qen deltar i lirë? Deltarët i lirë ka nevojë për të paktën 400 gram proteinë në ditë të pastër. Dhe ti ato u asiguron barë se ti ke rrethonat. Unë i ushqej me misht të pastër, të freskët, misht të cilën e blej si produkt i dytë. Është një kockë dhe mish i bluar të cilin unë e blej dhe e sjell dhe u jap të freskët. Pastaj është edhe ushqimi i fibrave, që ka të bëj me drithrat. Të paktën një herë në javë duhet t'u jap drithra që ta të konsumojnë fibrat për zor. Pastaj është edhe pjesa e kostos barave, të cilat ka nevojë që në mënyrë permanente këta të konsumojnë. Pra ishtë ndëruar dhe në një veteriner, le themi kështu, duke ditur specifikat. Kam kryer së fundmi një shkollë 3 mujore për veterin. Sa mirë, ka marrë një certifikat, sepse është e pamundur që veterinarit të vijë çdo ditë dhe ti kontrollojnë. Shiko, Sokol, dohet të pyesja, ndoshta edhe për emocionet e tua të para, e mban mend ndoshta edhe kur ke marrë qenin e parë edhe është bërë pjesë e jetës tënde, le të themi kështu, dhe nëse është ende aty vërdall mes të tjerëve? Ja, unë qenë e parë në ferm, po, 3 ekzemplarët e parë i ka marrë me dragash. Më ka siguruar kryetari i dragashit, malive të Sharit atje, Begjet Gjeladini, por unë jam shoqëruar me dentarë shumë më herë se sa ky projekt. Realisht babim ka qenë një merakli shumë i madh i kafshëve, dhe ai është që na i ka sjellë së pari në familje dentarë të lirë, por unë kam qenë 5 vjeçar. Dhe qatë herë asnjëherë familja jonë s'ka mbetur pa një dentar i lirë, i cili na ka shoqëruar vazhdimisht gjatë gjithë udhëtimit tonë si familja.